kam pasur një konflikt për çështje prone me xhaxhajtim dhe mënyra si të më largonte nga prona. Ky bëri një denuncim të rrend, sigur unë fjala e kam dalë para, unë e kam terrorizuar. Unë i thash do të ma hedhësh se s'ban firmën. Gjithë e hedhën firmën, ti thotë o zotëri, baba im, unë i thash nuk ka qenë kopil. Ky ka ngret akuzë për kanosje, mu më kanë dënu për dhunë familje, po unë s'kam rënë njeria. Këtë gjë e bani për të nxjerrë dëshmitar se si më shpëtoi nga burgu, se ka bënë një denuncim të rrend për të mbrojtur. Ai tani është penu se ka bërë denuncimin, por se thotë dot se ka bërë denuncim të rrend, se do i shpëtoj burgut ai. Frika ime më e madhe ose do të denuncoj prapë ose do të më bëjnë ndaj pabesinë. Unë kërkoj që të marr pabesinë dhe nuk kam njëri të njohur në shtet që të më bëj dokumentat që rrezikojmë Shqipërinë nga ky njeriu, e të kërkoj azil jashtë shtetit.